E ndërsa ecin rrugës dhe marrin një rrugën normale që shkonin njerëzit edhe karvanet Mekke Medine, Suraka ibn Malik, që ishte një nga gjuetarët e shkretirës, që ishte nga njerëzit më të rrezikshëm, e kishte menduar që mundet që të kishin bërë edhe këtë itinerar. Dhe me të vërtet bien gjurmët e profetit alayhi salatu wassalam, dhe kur i shikon të dy bashkë me Abu Bekrin vërsulet me kalin e tij, që domethënë i hutuar dhe i rrëmbyer nga çmimi për të fituar çmimin, që t'i bënte dëm Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu xhaleshanu më shumë se një herë zhyt kalin e Surakës dhe e bllokon që të heci, derisa u bind Suraka se ai kishte mbrojtjen e Zotit dhe ishte diçka tjetër, nuk ishte njeri normal si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe pastaj i kërkon profetit alayhi salatu wasalam, vetëm më çliro, thot, nga ky siklet ku jam, se e pa edhe vetë që po ndodhet diçka që nuk kishte ndodhur më parë ndonjëherë, ku nuk kishte udhëtuar ai nëpër shkretira natën edhe ditën, nëpër kodrat e shkretirave, nëpër luginat e shkretirave, dhe nuk kishte parë ndonjëherë ndodhte diçka e tillë, dhe kuptoi që kjo ishte gjë normale, nuk ndodhi një herë, ndodhi 2-3 herë. E kur i vjen profetit alayhi salatu wasalam pranë, i thotë i dërguari i Allahut, o Suraka, i thot, si mendon ti, thot, nesër, thot, kur Zoti xhaleshanu mund të mjapi sukses, e ty të dorëzohen, thot, thesaret, thot, e perandorisë së persëve dhe romakëve. Ndërsa Suraka, i cili mendon të thot, këto dy veta mezi po hikin duke u mçef me shpëtu nga dikush që do t'i vrasi, e ky, thot, më flet mu, thot, për pasuritë dhe për thesaret e Persisë dhe të Romës, dy superfuqitë e kohës që kanë qenë. Dhe me të vërtet ndodhi në kohën e Omerit. Kur Suraka ishte në ushtrinë e Omerit dhe i japin diçka nga pasuritë e Persisë, subhanallahu, e perandorit pers, fillon të qaj Suraka, qanë me të madhe kur shikon pra thesaret personale të perandorit pers në durët e veta, se i kujtohet thënia e profetit alayhi salatu wasalam ditën që nuk ishte besimtar.